Kam parë në rrjetet sociale shumë kolegë që hidhin pikpyetje se ndoshta Ervis Martinaj është ende gjallë. Është kjo një pistë e hetimit apo është një diskutim i mbyllur ky? Për aq kohë sa nuk ka një përgjigje zyrtare, nuk konsiderohet diskutim i mbyllur. Sipas ligjit e ka të përcaktuar kohën se kur një person shpallet zyrtarisht i vdekur dhe deri në atë periudhë sigurisht që policia dhe organet e drejtësisë në vend e kanë të hapur si çështje. Për aq kohë sa drejtësia dhe organet e sigurisë akoma nuk kanë dhënë një përgjigje, unë kam përshtypjen që nuk duhet pranuar n'asnjëherë që Ervis Martinaj nuk ekziston më. Megjithatë, duke patur parasysh që po ndodhin, nuk e di nëse të kujtohet Arber, ka patur një periudhë disa vite më parë që njerëz të Ervis Martinajt janë goditur në një Bashkë kemi transmetuar ato ngjarje në një hark kohor. Mihasi vjoj më pas në kino studio. Por duket se rrota e historisë po kthehet. Pra, në ngjarjet e fundit shohim që njerëz të Ervis Martinajt kanë filluar, si thua, kanë filluar të vrasin edhe nga pala tjetër. Dhe nuk do të ishte habi që edhe ky fundi të jetë akoma gjallë. Nuk po e themi këtë sepse nuk e dim për aq kohë sa e thash pak më herët. Ka një probabilitet, ka një probabilitet për të cilin sigurisht mund të merret me pikpyetje. Drejtësia dhe policia akoma nuk e ka zgjidhur si çështje, por duhet parë se çfarë do të ndodhë, nëse do të